Ben, s'po drejtohem me zoti Andoni. Patjetër. Dhe vetë njohjen tonë për... Patjetër. Ben, si e pa zhvillimin e fundit gjykatës kushtetuese për pezullimin e zënës kryeministës Balluku dhe replikat në distancë të kryeministrit me patllaket e BKH-s? Po. Çfarë po ndodh në politikën shqiptare mbas sa muajsh që Partia Socialiste fitoi një mandat shumë të fuqishëm me 83 vota, duket sikur kjo po kthehet në një si tjegulla e pirës e pirit këtë mandat. Qartë. Në fakt, ka një postulat në filozofinë politike që pushteti i madh të korrupton. Pushteti i madh i tepër të korrupton absolutisht. Dhe kjo po i ndodh zotit Rama. Duke pasur parasysh që ati duhet të drejtoj fatet e vendit nëpërmjet grupit të tij të Partisë Socialiste dhe në një objektiv të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, që deri në vitin 2027 tashmë hapjen maratonike që ka bërë të 35 kapitujve ta mbylli për 2 vjet, që e pa imagjinuar, ta bëj pikërisht me këta njerëz. Ka qenë një vështrim publik për sa i përket pikërisht asaj që zotit Rama i është thënë vazhdimisht, që duhet të drejtonte me individ të cilët kishin një lloj respekti për administratën, ishin pa përfolur dhe mbi të gjitha përballë pushtetit shumë të madh që po merr spaku, ti ishte i kujdesshëm. Zoti Rama këtë nuk e respektoi, sidomos në rastin e zonës Balluku. Dhe provat u dhanë. Kishte kohë që flitej që tuneli i Llogaras, i cili është bërë gati një kohë rekord, përmbante problematika të mëdha. Por ndërkohë problematika ishin parë edhe për Unazën e Tiranës, e cila sot e kësaj dite ka probleme në funksionalizimin e saj dhe projektet të tjera. Këtu për shembull do përmendim 2 anijet energjisë që janë të ankoruara dhe që prodhojnë të themi marrje parash nga buxheti i shtetit, por që nuk po përkthejnë interesa për vendin tonë.